Ndërkohë, Xhavit Morina është një emër tjetër i njohur i handbollit të Kosovës dhe konkretisht i Ferizajt, një veteran i këtij sporti dhe kryetari i klubit të handbollit të Ferizajt. Xhavit, është emocione patjetër për këtë veprimtari që kushtohet ish presidentit tuaj. Normal. Ahmet Petrovo që ka dhënë një kontribut të madh për handbollit. Kom pas fatin që me zotëri Ahmet Petrovën të bashkëpunojmë një kohë të gjatë, sidomos është çështja e paraluftës, sezoni para luftës që ka qenë një sfidë tepër e madhe edhe ku janë zhvilluar lojërat me një rrezikshmëri tepër të madhe. Kontributin më të madh e tij e ka dhënë sidomos me edicionin pas tutje të ekipat e femrave të Kastiotit, edhe të mashkujt në gjithashtu Kastiotit edhe të ekipi më i ri që po zhvillu Ferizaj. Ndërkohë, zoti Morina po luhet ballafaqimi, superndeshja, vazhdimja shtime, kryeson në ekipi i Vjosës së shtimës 10-9, por kemi penalti, ta përcjellim te penalti që do të ekzekutohet nga Gjulio Dushi i Vazhdis, penalti me emocion, ka shënuar Gjulio Dushi, golin në 10-10, emocione, Morina. Emocione. Për mua kjo është loja do të më qenë vetëm shkas, pas që qëllimi kryesor është të bëhemi nga vizat e ndryshme ku jetojnë shqiptarët, që mos të nderojmë veprën e zotëri Ahmet Petrovës. Prezenca e këtyne veteranëve të Kosovës nga Shqipëria i jep një mashti e zotërit Ahmet Petrova për punën që ka bërë, sidomos për handbollin për përgjithësi kosovar. Vazhdia vazhdon bashkëpunimin, ka një traditë e hershme bashkëpunimi Ferizaj-Vazhdia dhe Vazhdia-Ferizaj. Ju keni qenë shpeshherë mysafir në Shkodër, në Pallatin e Sportit Qasim Dervishi, me respektuar kolegët tuaj fuqishëm. Normalisht. Tash faktikisht në Vazhdinë e Shkodrës, sa po ka një penalti të pritur nga Arjan i Bërshimi. Po, bashkëpunimi është bashkëpunim fenomenal, mund të thuaj bashkëpunim ose vëllazëror, pasi që kur shkojmë në Shkodër e ndim vetë se me qenë Ferizaj është edhe më nisim Ferizaj. Ishim me Xhavit Morinin, pra një veteran i nderuar i handbollit kosovar, konkretisht i Ferizajt, se është aktualisht edhe drejtues i klubit e Ferizajt, Dushi për Vazhdin shtu. Në kryetari i federatës. Ne kusisht e plotësojmë përkajtën dhe kontributin e Xhavit Morinit, nën kryetar i Federatës Kosovare të handbollit. Xhavit Morina, faleminderit për intervistën, rikthehemi në fushën e lojës. Gjulio Dushi përsëri për Vazhdin dhe ka shënuar me herët të Tronditi pingulin e djathtë të portierit të Vjosës, Vazhdin avantazh 11-10.